Familja njoftoi ndarjen nga jeta të Artan Lames, ish drejtori i kadastrës, ish nënkryetari i Bashkisë së Tiranës dhe personalitet i njohur në jetën e vendit në Shqipëri. Lajmin e trisht e konfirmoi bashkëshortja Mirela dhe ëma e tij. Unë jam tani dhe do të jem përgjithmonë, të dua përjetësisht, zemër bardhi im, shkroi Mirela Lame në Facebook. Mamaja e tij tha se ky moment i mallkuar që erdhi i shuajtja të shpresë që ju ngjall dje. Shpresoja sepse më premtoi që do të kthej. Nuk e kam mendjen te e nesërmja, jam mirë, jam qetë, por po përqendrohem te muzeu. Edhe nga gjumi ta zgjoje për muzeun fliste. Kur tanin të ma sillin këtu, do t'ju bëjmë të ditur procedurat e mëtejshme, shkroi Diana Lame në Facebook. Trupi i Pajeti Lames pritet të mbërritë shtunën në Shqipëri. Akmorti do të niset nga Gjermania në rrugë toksore. Artan Lame u raportua se ndërroi jetë, por gazetari Blendi Fevziu sqaroi se në fakt ai ishte ende në jetë, por në koma cerebrale. Operacioni nuk ka arritur ta zgjojë më, pra ai është në koma cerebrale, por është ende në jetë. Mjekët thonë që mundësia që ai të jetojë është thuajse. Pra është e vështirë, u shpreh Fevziu nga studioja e emisionit, ku Lame ishte shpesh i ftuar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.